Një tjetër call center që përdorej për mashtrimin e qytetarëve të Bashkimit Evropian është goditur nga Departamenti kundër krimit ekonomik në Tiranë, ku në pranga kanë rënë 2 persona, ndërkohë janë proceduar 38 persona që punonin në këtë aktivitet. Përmes operacionit të koduar Scams, është goditur call center i cili edhe pse ishte regjistruar për konsulenca ligjore, në të vërtetë përdorej për të mashtruar shtetasit e huaj për të investuar në bursa fiktive. Në prangat e policisë ka rënë administratori i këtij call centeri, Casey Përgjegji, si dhe bashkëpunëtori i tij Marius Hysa. Blut kanë sekuestruar kompjutera, servera, por dhe listat me klientë të ndryshëm, që në shumicën e rasteve ishin viktima të mashtrimit për investime fitimprurëse. Madje në listat që ka gjetur policia, janë të shënuar dhe të dhënat që operatorët që punonin në këtë aktivitet kishin arritur që të mashtronin qytetarit e Bashkimit Evropian që të investonin në shuma të ndryshme, ku disa kishin kapur shifrën mbi 3.000 euro, ndërkohë që kishte agent që kishin arritur të mashtronin klientin për të investuar deri në shumën 223.000 euro.